çka do me thonë dhe çfarë përfshin amaneti nga pikpamja e botkuptimit islam? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht është mirë me shikue amanet çka I bie më thonë gjuhën tonë shqipës. Qase më thonë e gjemi edhe në fjalorin e gjuhës shqipe, amanet nëse shikojmë fjalorin do ta shohim që diçka me rujt. Ose me dikush që ta jep një punë me çudrin vend, me kry punën e që ta jep, ose disa vende përdoret edhe amaneti babës, më kalon me fjalë para se me vdek, edhe kështu përdor. Pra këta në të kuptimet në gjuhën, si lloj porosie e babës, që kalon e vladit pas vdekjes, pra këta kuptime, në gjuhën arabe vasijet. Kjo ishte më thonë gjuhën shqipe, kurse nëse kthehemi dhe shikojmë në aspektin në fen ton, shariatin ton, ta shohim që amaneti ka mura me don dy pika trasha. Amaneti I përgjithshëm, që shumë gjëra hin këtune, dhe amaneti I veçantë. Çka bie kjo? Amaneti I përgjithshëm I bie më thonë gjitha ato urdhërat e Zotit dhe ndaleset e Allah subhanahu wa taala hin te amaneti. Besimi në Allah subhanahu wa taala është amanet. Dhe kemi barë nga Zoti që patjetër si të për neve duhet me e kry këtë obligim, duhet me besu Allahu dhe me adhuru Zotin. Amanetin ndaj pejgamberit alayhis salatu wasallam me besu tina, me mbrojt sunetin e tij kështu me radhë, amanetin që kemi ndaj prindërve, amanetin që kemi ndaj fëmijëve tonë, ndaj familjarëve tonë kështu me radhë, pra kjo është amaneti I përgjithshëm. Po e kemi nga një tjetër një amanet që është I veçantë, që më thonë zakonisht më thonë citatët, ajetet dhe hadithet flasën më shumë për këtë veçantën, që është amaneti ndaj një pasurie të caktuar. Nëse dikush ta lën një pasuri me rujt, me kry deri në vend, ose po botën tonë njihet si kur depoziton diçka te dikush që ta ruaj edhe ta mbikëqyr atë. Amana gjithashtu është më thonë I veçantë është edhe me rujt sekretin e dikujt që do të folim pak më andejnë. Më thonë amanet është nëse merr një detyrë, një post, një punë të caktuar, më thonë me kry ashtu siç duhet. Pra më thonë në pika trasha këta më thonë amaneti I përgjithshëm që është më thonë hin gjitha obligimet e Zotit dhe ndalesat dhe më thonë kuptimi I veçantë që është më thonë disa vepra caktuar. Kjo është ajo ndarja fillestare. Çka duhet me plotësu një person të cilin dojna ta ngarkojmë me ndonjë amanet për këtyre amaneteve të veçantë, për shembull diçka me rujt apo diçka me përmbush prej kushteve, sigur me marrë ndonjë post. Sot ne hoxh të nderuar jetojmë në një kohë kur tek njerëzit është përhap korrupsioni. Edhe shpeshherë vendet me peshë, vendet me rëndësi I marrin dikush që nuk e meriton. Mendon se ajo është I gatshëm që ta kryej detyrën, që ta bartë atë amanet, po kur del në realitet e sheh se ndoshta e tradhton amanetin. Prandaj ne si musliman duhet me e ditë apo duhet me I mësuar, duhet me mësu njerëzit se cilat janë kushtet që duhet me I plotësua ai person I cili detyrohet apo I ngarkohet një amanet. Çdo person që e merr një detyrë, më thonë një amanet caktuar, ai ka obligim me kry atë amanet. E kundërta amanetit I bie tradhtia. Tradhtia më thonë nëse kuptojmë të kundërtën e amanetit, pra tradhtim, do kuptojmë që çdo pikë me të cilën jemi marrë vesh me dikan që me kry një punë, më obligohesh, më thonë detyrimisht nga feja e Zotit, që ti më thonë me krye. Tash në intereson këtë rast është me ditën cilat janë pasojat e nëse ti nuk e kry, më thonë atë amanet që është më thonë tradhtia. Allah subhanahu wa taala në Kur'an e ka përmendur, Allah subhanahu thotë ja alladhina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. O që besuat mos e tradhoni Allahun dhe të dërguarin e tij dhe mos I tradhoni ato emanete. Pra mos e marr vesh me dikan për me kry një punë caktuar, ti automatikisht obligohesh, më thonë që duhesh me krye.